Indeksi i transformimit 2026 i Bertelsmann Stiftung arrin në përfundimin se demokracia po humbet terren në nivel global. Sipas të dhënave 56% e 137 vendeve të përfshira në analizë qeverisen në forma autokratike. Mes tyre edhe Serbia. Në raport theksohet se qeveritë në këto sisteme po bëhen gjithnjëherë më represive ndaj forcave opozitare, mediave dhe shoqërisë civile. Në Ballkanin Perëndimor vendet klasifikohen si demokraci me mangësi ose demokraci shumë me mangësi. Vlerësimi bazohet në analizën e progresit drejt demokracisë kushtetuese dhe ekonomisë së tregut me përgjegjësi sociale. Indeksi mat cilësinë e demokracisë, zhvillimin ekonomik dhe nivelin e qeverisjes, duke evidentuar arritjet dhe problematikat në secilën fushë. Pikët për secilin tregues variojnë nga 1 deri në 10. Shqipëria renditet e para në rajon për transformimin politik, me 7.70 pikë dhe klasifikohet si demokraci me mangësi. Për transformimin ekonomik merr 7.11 pikë, ndërsa për qeverisjen 6.71 pikë. Gjatë periudhës së vlerësimit, vendi avancoi në procesin e integrimit evropian, duke hapur negociatat për 1 themeloret dhe 6 marrëdhëniet e jashtme. Megjithatë, raporti vëren se që nga fillimi i vitit 2025 janë shfaqur shenja shqetësuese për të ardhmen e reformave. Maqedonia e Veriut vlerësohet me 7.65 pikë për transformimin politik dhe klasifikohet si demokraci me mangësi. Për transformimin ekonomik merr 7.18 pikë dhe për qeverisjen 6.07 pikë. Sipas raportit, sistemi i qeverisjes është ndikuar nga ngecja e negociatave për antarësim në BE. Malizi merr 7.40 pikë për transformimin politik dhe klasifikohet si demokraci me mangësi. Për transformimin ekonomik vlerësohet me 7.50 pikë dhe për qeverisjen me 5.90 pikë. Sipas raportit, qeverisja është përmirësuar përmes emërimeve të vonuara në sistemin gjyqësor dhe reformave kundër korrupsionit, duke mundësuar përparim në negociatat me BE-n. Kosova vlerësohet me 6.90 pikë për transformimin politik dhe klasifikohet si demokraci me mangësi. Për transformimin ekonomik merr 6.21 pikë dhe për qeverisjen 4.81 pikë. Bosnia-Hercegovina klasifikohet si demokraci shumë me mangësi. Serbia renditet e fundit në rajon me 5.18 pikë për transformimin politik dhe klasifikohet si autokraci e moderuar. Për transformimin ekonomik merr 6.79 pikë dhe për qeverisjen 3.96 pikë. Raporti thekson se në vend është përkeqësuar sundimi i ligjit dhe liria e mediave, ndërsa është rritur polarizimi politik. Raporti për vitin 2026 paraqet një panoramë ku vendet e Ballkanit Perëndimor vijojnë procesin e afrimit me Bashkimin Evropian, por përballen me sfidat vazhdueshme në funksionimin e institucioneve demokratike dhe në zbatimin e reformave.